momenti që në studion tonë, siç ndodh zakonisht, Nilsa largohet për arsyet e saj personale dhe vjen e para dhe e vetmja influencerja jon Myqyryfe. Përshëndetje goca. Okej, nuk kam vënë as paruke dashur. Nuk arrit të dallosh që jam çun apo Alex, kjo është një mënyrë të thënie ime. Kështu i hapun gjitha videot e mia. Përshëndetje goca. Po, domethënë, duke qenë se ato që më ndjekin janë pothuajse 80% vajza, 20% tjetër nuk e di se çfarë bën. 20% Por unë referohem ndjekësve të mi që janë vajza që i puth fort. Myqyryfe, je veshur shumë bukur sot dhe tualeti fantastik. Na vjen sërish keq që jemi thjesht në radio dhe nuk të sheh njeri. Shumë faleminderit, dua të falenderoj Muan. Muan që më leu mua. Të leu tyja. Shumë mirë. Mund ta përdorim ndonjëherë këtë Muan tënde për të na lyer neve? Mua më bën vetëm mua. Shohim që ke ardhur me bagazhe me vete Myqyryfe, pas ke gjëra. Po, un kam ardhur sot për të prezantuar një produkt shumë interesant. Është një produkt i ri në treg, është një produkt të cilin unë e besoj dhe kisha shumë kohë që më duhej dhe firma që ma dha në dorë, më tha merre provoje. E ndjeu këtë nevojë time, që nga larg dhe ma solli në shtëpi. Një sekond. Merre provoje në kuptimin që ti nuk paguan, por e përdor dhe nëse ty të pëlqen, po, bën reklamën edhe e ke falas. Kjo është ideja. Po. Nëse nuk të pëlqen, varet nga produkte. Okej, tani ne po shohim se çfarë është ky produkt dhe jemi të manitur, po a mund t'ia përshkruash? Unë si po pres ja përshkruaj të gjithë ndjekësve të mi. Produkti që bëhet fjalë që kemi këtu që Aleksi dhe Anisa janë duke e parë dhe duke e prekur. Rrova. Është shkop fshese. Shkop fshese, okej. Shkop fshese pastërtia. Shkopi i fshesës është produkti më i ri që kompania në fjalë ka nxjerr. Është një produkt që nuk ndryshket. Nuk ndryshket sepse është prej trurit. Është i gjatë mjaftueshëm për ta përdorur njerëz të çfarëdo lloj gjatësie. Pra, dhe Anisa e ka të thjeshtë për ta përdorur dhe Aleksi që është shumë i gjatë e ka të thjeshtë për ta përdorur. Okej, Myqyryfe, po ta fal, po sa bërë. Ka shumë funksione të tjera, si për shembull. Na trembet tani. Mund të hapim petët e byrekut. Shumë komode. Mund nëse e marrim për shembull edhe këto, domethënë je libër ta bër. Nëse marrim për shembull shkopin dhe e vendosim te shpatullat tona me duart dhe varim për shembull 2 bidona ujë 5 litrosh, mund të bëjmë squats. Okej, nxorë jashtë loje gjithë pajisjet sportive. Domethënë, këtë të mirë ka ky produkt. Ky produkt ka të mirën që nëse ti ke nevojë për ta përdorur për një qëllim tjetër, mund ta përdorësh. Okej, unë një pyetje kam. Po për ata që duan ta përdorin për qëllimin kryesor, pra të fshin ose të lajnë dyshemben. Shtupa ose fshesa është e përfshirë me produktin? Fatkeqësisht jo, sepse është një produkt tepër special dhe çmimin për cilën publiku dhe njerëzit duhet të paguajnë, bëhet fjalë vetëm për shkopin. Pra nuk vjen as me një fshes, as me një shtup. Por një informacion tjetër që doja të shtoja është që ky shkop është vetëm për fshesat dhe jo për shtupat. Është, po fshesat pranon çdo lloj fshese apo pranon vetëm fshesat pranon vetëm fshesat që i prodhon kompania pastërtia. Po mirë, ty të lejohet të thuar çmimin e produktit? Të them të drejtën, duke qenë se mua ma kanë dhënë falas, unë për momentin nuk e di çmimin e produktit. Ti ti merr shyl gjërat normalisht nuk e di çmimin. Po, kështu funksionon, që unë i marr gjërat falas. Po. Kuptoj. Nuk doja të përdorja shprehjen shyl. Jo, më fal, është shumë fshatareske nga ana ime. Gjithsesi, unë jam shumë e lumtur që isha këtu sot me juve. Edhe neve jashtëzakonisht shumë shqyrë që po ikën. Dhe i ftoj të gjithë ndjekësit e mi që ta blejnë shtupën, më falni, shkopin e fshesës. Dhe i ftoj të gjithë ata që nuk më ndjekin mua që të më bëjnë follow për produkte të reja, të cilat mund t'ju interesojnë. Viz poshtë Ryfje. Pra, edhe një herë, Anisa të lutem, është Viz poshtë Ryfe, Viz poshtë. Okej, ndiqni Ryfen. Dhe ishte fantastike sonte. Mezi presim të premten tjetër. Faleminderit, ju Pafshim.